thuhet në ato kontekstin e globalistëve modern që lufta e tretë botënore nuk ka me qenë më luftë për territore, po ka me qenë luftë për dominim kulturor. Edhe cila do shoqëni që shtrin dominimin e saj kulturor tek shoqënitë e tjera ka me qenë fitimtare, sepse përmes dominimit kulturor, automatikisht të nis me e fshi identitetin personal të një kombi edhe me e shtri ndikimin tënd. Është si shprehja për çaj dhe sundo pak a shumë, po kjo veç fshije memorien kolektive të një populli edhe e sundon shumë lehtësisht. Na duhet me u eduku që jemi popull i vjetër, kemi çka me kallëzu, kemi histori shumë të bujshme, po atë histori duhet me mbështet me fakte. Në anën tjetër edhe globalizmi është ky unifikimi, cilët e ka kapluar gjithë botën. Mirë po në këto raste, sa është e vështirë ti ta ruash atë pjesën trashëgimisë kulturore apo traditës, në anën tjetër edhe për hir të këtij lloj unifikimi, ti e gjen atë mënyrën, atë lokalin ku ti dëshiron të dallohesh në këtë unifikim. Ta gjesh atë se çka të bën ty të veçantë si njeri, çka të bën ty të veçantë si familje e të tjera. Thjesht është një farë lloj procesi që ty ndoshta si individ edhe si komunitet mundohesh ta gjesh atë të veçantën edhe ta zbulosh mrena për mrena. Tani mos secili individ apo secili i ri dëshiron që të jetë në hap me kohën dhe të jetë kozmopolit, të përket botës, jo vetëm thjesht kulturës së vet. Mirë po, çka duhet të bëjmë ne, ndoshta qoftë si familje apo si institucione e tjera, është që të informojmë për trashëgiminë tonë të pasur kulturore. Thjesht duke informuar për rëndësinë që e ka trashëgimia kulturore apo rëndësinë që e ka tradita në përgjithësi, që nuk është diçka e cila është një lloj bare, një lloj që si perceptohet diçka që është ndoshta e prapambetur, po është për kontekstin, për kohën, është një mënyrë e jetesës që ta kuptojnë si pasuri dhe natyrisht duke e kuptuar këtë si pasuri, të rinjët kreativ të cilët janë mundohen që këtë formë ndoshta ta adaptojnë me mënyra të reja që një farë forme pastaj i sjellin përparësi dhe jo rreziqe vendit.